Autoritetet shpalosën datën. Sistemi One Stop Shop në pikën kufitare ta Banoc do të hyjë në funksion më 5 korrik. Ministri i Brendshëm Pançet Oshkovski tha se ky sistem do të funksionojë në kuptimin e plotë të fjalës dhe i njëjti pritet të shkurtojë përgjysmë kolonat e makinave. Në parim jemi marrë vesh që 5 korriku të jetë dita kur do të vendoset në funksion të gjitha kabinat, ky sistemi kontrollit të qytetarëve. Thënë thjesht, ne mbrojmë hyrjen tonë, zyrtarët policor nga Serbia do ta mbrojnë hyrjen në Serbi, me çka do t'i shkëmbejmë informacionet shumë shpejt në korniza të kontrollave dhe do të implementojmë një one-stop shop në kuptimin e plotë të fjalës. Toshkovski paralajmëroi implementim të këtij sistemi edhe me Shqipërinë, duke nënvizuar se deri në fund të verës pritet të fillojë faza e testimit në të dyja pikat kufitare me këtë shtet. Dua të paralajmëroj se vendi i tretë me të cilin planifikojmë ta implementojmë One Stop Shop është Republika e Shqipërisë. Punojmë në mënyrë intenzive dhe me zyrtar policor shqiptar. Sistemi i tillë i mençur i kontrollit planifikohet për të dy pikat kufitare që i kemi me Shqipërinë. Shpresoj se deri në fund të verës do të fillojmë me fazën e testimit. Këtu do të varet edhe miratimi formal i akteve në korniza të kuvendeve të dyja vendeve dhe shpresoj se sa më shpejt të jetë e mundur do të vendosim në funksion edhe me Shqipërinë. Me këtë do të përmbyllej vendosja në funksion e këtij sistemi në të gjitha pikat kufitare me 3 vendet fqinje që nuk janë pjesë e BE-s, respektivisht Kosovën, Serbinë dhe Shqipërinë.